Do të përgatis sot një sallatë me brokoli. Na duhen 200 gram, 300 gram brokoli, 2-3 lugë vajulliri, 2 lugë vajulliri. Na duhet pak krip, një lugë kafeje, një specë djegës. Na duhen 3 thelpinj urdhër, 2 domate dhe një gjysmë limoni. Në fillim, në një tenxhere me ujë, do t'i vendosim brokoli dhe do t'i lëm për 2 minuta të zjejnë. Do t'i hedhim edhe pak krip dhe për 2 minuta do t'i vëmë të zjejnë në një temperaturë mesatare. Brokolit pas 2 minutave, 2-3 minuta, jo më shumë, edhe tani do t'i kullojmë. Do t'i heqim ujin e tepërt. Do t'i kullojmë mirë. Dhe më pas do t'i vendosim tek pjata ku do përgatisim sallatën. Do t'i lëmë dhe pak të ftohen sepse janë akoma të ngrohta. Dhe do t'i vendosim në pjatë me kujdes. Ja ku i kemi brokolit në pjatë, tani tek kjo pjata këtu kemi grirë 3-4 thelpinj e hurdrave. Do t'i hedhim urdhrave të grira pak krip. Do t'i përzjejmë me lugë dhe do t'i ashtojmë vaj të ullirit. Përsëri këtu do t'a përzjejmë vaj në ullirit me urdhra. Dhe këtë mas ne do ja hedhim përsipër urdhrave. Por përpara se të hedhim vajin e ullirit, do të shtrydhim pak limon mbi brokolit. Shumë pak. Tani vajin e ullirit me hurdhra do t'ja vendosim përsipër. Presim edhe domate në feta. Dhe vendosim me kujdes. Kjo është një domate e ëmbël. E vendosim anëve të pjatës. Do t'ja grim të vogla. Dhe ja ku e kemi gati sallatën me brokoli, urdhra dhe me domate të prera në fet të holla.